Presidenti amerikan Donald Trump ju drejtua kombit në një fjalim të radhë nga zyra ovale mbrëmjen e së mërkurës, ku hodhi akuzat të drejtpërdrejta ndaj paraardhësit të tij Joe Biden për rritjen e ndjeshme të kostos të jetesës dhe përkeqësimin e situatës ekonomike në vend. Trump deklaroi se kishte trashëguar një katastrofë ekonomike nga administrata demokratike, duke u lidhur inflamacionin e lartë dhe politikat e qeverisë së mëparshme. Megjithatë, ai u përpoq të transmetonte një mesazh optimist, duke theksuar se administrata e tij po rikthen Amerikën në rrugën e duhur. Sipas Trump, kufijt janë tashmë të sigurt, inflacioni është ndalur, pagat janë rritur dhe çmimi po bie, ndërsa vendi është në prag të një bumi ekonomik të paprecedent. Ndryshe nga mandati i tij i parë, ku shmangte fjalimet e fundvitit, këtë herë Trump u shfaq para kamerave me një ton më institucional. Ai u justifikua për këtë dalje publike duke treguar për gazetarët se vendimi për t'u drejtuar kombit kishte ardhur me këshillin e shefes së stafit të shtëpisë së bardhë Suzy Wiles. Fjalimi i Trumpit vjen në një moment delikat dhe ekonomik amerikan, teksa vonesat e publikimit të dhënave federale për shkak të mbylljes së qeverisë kanë lejuar vetëm së fundmi daljen e raporteve zyrtare. Raporti i punësimit i publikuar të martën tregoi se punësimi ka arritur në 4.6 milion %, niveli më i lartë që nga viti 2021, periudhë kur Joe Biden i mori detyrën dhe ekonomia amerikane po përpiqej të rimëkëmbej pas pandemisë së COVID-19.